Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahun e falenderojmë dhe vetëm nga i falë ndim për ju. Të ndershëm vëllezër, sot do të flasim për një sahabe që ne duhet ta falenderojmë që ai ka kontribu atë shumë sa që ne sot e kemi fejtë të pastër si loti. Sepse atë që e ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ky sahabi e ka transmetu këndej ka ne. Quhet Ebu Hurajre. Ebu Hurajre. E keni dëgjuar Ebu Hurajre? Shqipi i vjen baba i macës. Pse? Sepse e ka pas një macë, i ka ushqi macat, edhe i ka thonë baba i macës. Po ki Ebu Hurajre, emrin e vërtet e ka Abdurrahman ibn Sakhr ad-Daws radhiyallahu anhu, Abdurrahman ibn Sakhr ad-Daws radhiyallahu anhu. Mirë po të ndeshër dhe zërë më herët, ka pas prej sahabëve që kanë pas emra tjerë, mirë po me pranimin e islamit kanë ndrua dhe emrat. Për shembull, Abdurrahmani e ka pas emrin Abdushems. Abdushems i vjen shqip robi i diellit. Robi i diellit. A mundet me qenë njeriu robi i diellit? Nuk mundet me qenë. Mundesh me qenë robi i Allahut ose robi i Zotit. E pasi që ka pranuar Islamin Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja ka ndruajmë dhe ka thonë ti nuk quhesh më robi i diellit, Abdushems, po prej sot do të quhesh Abdurrahman, robi i mëshiruesit. Rahman, Allahu dhe Reshan, robi i mëshiruesit. Në ndeshëm vëllezër, Ebu Hurajra si e pranon Islamin, e pranon vitin 7 Hijri. Do më thonë e pranon realisht 7 Hijri, 3 vjetë para se me vdek Muhamedi. Do më thonë për 3 vjetë jetë që i ka pas me Muhamedi sa ka arrit të punon dhe të vepron. Qëtë ne sot të kësoj dite, kur të themi ka thonë Muhamedi e shove me të se këtë hadith dhe transmiton Ebu Hurajra. Ka qenë një fis me emrin e Daws, e përmend Abdurrahman ibn Sakhr ad-Daws. Mbi emri i familjes e Daws, mirë pa i kryesori i kësaj familje Daws, Tufeli, e ka pranuar Islamin ai më herët dhe kretë familjen e ka tubu, ju ka folë atyre se duhet me pranu fejl Islam. Se ne askund nuk jemi. Do më thonë, jemi të padrejt, ne i bëjmë zullum pa drejtësi Zotit. Nuk besohet dielli, nuk besohen putat, por besohet Allahu dhe Reshanë. Hajde shkojmë Medine te Muhamedi sallallahu dhe ta pranojmë Islamin bashkarisht. Edhe kanë pranuar familja komplet dhe janë kanë shkuar në Medine. Për njerëzve që ka qenë në këtë grup është edhe Ebu Hurajra ose Abdurrahman ibn Daws radhiyallahu anhu, dhe kjo ka ndodhur në vitin 7 Hijri. E pranon Islamin, pastaj kthehen në vendin e vet, mirë po Ebu Hurajra kur takohet me Muhamedit sallallahu nuk pat mundësi me duru pa e pat. Edhe shkoi te familja vet, pastaj prap u shpërngul, emigrojnë, erdhë në Medinë, edhe më prej atë ditë derisa ka vdekur jetu në Medinë. Ndërsa vëllezër, tash ne e dim se se në vepër që e bëjmë, se në punë që e bëjmë, është mirë të jemi të përkushtuar, apo? Kështu pak ma gjuhën tonë, i themi ta kemi ma për një me. Ma për një me punë kurbani janë ma të mira. Se sa si në loj. Edhe dituria në zonja e diturisë duhet me qenë me përkushtim, me vendosmëri. Por edhe adhurimi dhe Allah subhanahu wa taala duhet me pas përkushtim dhe vendosmëri. Jo me qenë labil, por me qenë stabil dhe i vendosur. Ebu Hurajra atë përkushtim që pati sa që i ka transmituar 5374 hadithe. 5374 hadithe.
njeriu i parë edhe më i madhi prej sahabeve që ka transmetuar hadith është Ebu Hurajra. 5374 hadith. Tash për mendoj ne zonë mi mësu 5000 hadith. Në 5 hadithe se ne mësojmë. Ajo mi transmetu. A disa zonë 5374 hadithe mi transmetu se duhet me përcjell Muhamedi sallallahu alaihi wasallam hap pas hap. Ishte prej njerëzve që qëndroi afër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam shumë. Mirë po Ebu Hurajra të deshë vëllezër ta keni parasysh që ka qenë ndër fukarat më të mëdhenj në Mekë. Në Medinë, falni. Dhe ka jetuar me një vend që quhet Suffa. Suffa o një vend i posaçëm në xhaminë e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam në Medinë. Sigur në për shembull në xhami këtu, ta kemi shembull më fil në një zirë të vogël atje, në një vend posaçëm, por njerëzit që janë jetima, njerëzit që s'kan mundësi s'kan vend me flet edhe ata të vendosen aty. Kjo Suffa në Medinë ka pas këtë qëllim. E prej sahabeve që kanë jetuar kështu në Suffa, i keni 2 sahabe të mëdhenj. Për shembull Salman el-Farisi ka jetuar në Suffa. Pse? Se ka emigruar prej Persisë, ka ardhur me gjetë hakun dhe ka gjetë hakun në Medinë të Muhamedit, dhe s'ka pas shtëpi, s'ka pas as pasuri, ka fletë Suffa. E dita, Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, fukara 99.9% ka fletë Suffa. Edhe keni një sahabe që ja dini emrin e dini mirë, Bilali radhiyallahu anhu. Apo? Pse se Bilali radhiyallahu anhu emigroi nga si rob, e morën prej Abisinie, Etiopia e Sudit, e sjellën Mekë, shitën e kestrejtune, e kur e pranoi Islamin, e dini se e pranoi Islamin, e bleti Ebu Bekri, e liroi nga robëria, erdhën në Medinë, u bë muezini Muhamedi sa mirë po, i pamundshëm në aspekt financiar ka fletë në Suffa ose ka jetuar në Suffa. Unë kam qef të jemi qartë, dhe me thonë, e kuptum fjallën Suffa qka, o një vend i posaçëm në xhami, që kanë jetu njerëzit që kanë qenë skamnorë. E prej skamnorëve më të mëdhej ka qenë edhe Ebu Hurajra radhiyallahu anhu, sepse s'ka pas kohë Ebu Hurajra mu morë në punë. Non stop ka shku të dera, ka fletë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndonjëherë i ka ratë fikt, i ka humbur vetdijen nga pamundësia ose nga mos forca, sepse s'ka hangë, s'ka pia zë. I kanë thonë, o Ebu Hurajra, shkove për shoh pak këto. Jo ka thonë se po më ikë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam edhe kam dëshirë ta shoh ta ndëgjoj se çka po më tregon dhe çka po më thot në lidhje me fenë islam. Mirë po, shive me qenë si Ebu Hurajra duhet me pas një kujtesë që është zakonshme, duhet me qenë shumë i zgjuar. Sa një herë kanë dëgjuar prej Muhamedit sallallahu alaihi wasallam edhe ka majt mend. S'ka pas nevojë se 2 herë se ne kanë dëgjuar, një herë. Se ka qenë shumë i ri. Për shembull, s'ka qenë si Ebu Bekri, që kanë dhejtë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shok e ka pas. E kanë dhejtë më natë e ditë. Ose Omeri, ose sahabët e mëdhenj. Këto më të vegjël. Më të vegjël, s'kan pas mundësi fort takohen me Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Edhe një ditë për ditë vi thotë, o, i dërguari Allahut, Ebu Hurajra, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Unë ndëgjoj shumë hadithe nga ti, ama po i haroj kohën e fundit. S'po i moj mend. Do më thonë, ndëgjoj një thënje të ndër, kur shkët e shtëpia ose në Suffa ose me njerëzit të haroj, s'm kujtu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i thotë, o Ebu Hurajra, shtrini dorën. Ebu Hurajra shtrini dorën. Edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam bën një lutje, edhe thotë mblidhe dorën tash. Edhe pastaj Ebu Hurajra tregon dhe thotë pasha Allahun, pas asaj dite, asnjëherë se kam haru asnjë hadith që e kam dëgjuar nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë të deshë vëllezër do punë para çka një njerëzit është mirë me pas model, me pas dika shembull si Simpson, si Vishët, si lun futboll, si Fnejnë, a më kupton? Një model për të mirën, të thonë. A më nuk do me thonë që mund është me arrit. Edhe për çka këtë njëherë, mos u mërzit, në shembull, e keni model në mësim. A kur i vjen në shkollë, ti siguraj të më po, a i, la, 30 fatë që kam su për mes, ti as më ti si ke pësu, për shembull. Ti
T'hip nervoza pa ke. Se bënës model, mirë që e ke model, a më më thonë që dush më bo si aj. Të dush, si cili, më mundësi të vetë. La ju kellufu Allaha nafsan illa wus'aha. Allahu nuk e mundon askënd për posa ka mundësi. Por la çka ndonjëherë, kur nuk mundi mi arrit punë, mos u demoralizoni, mos e leni krejt. Jo, vazhdo. Se secilit Allahu e ka dhënë rrezikun, edhe nuk e dim se si ku është. Pse Abu Huraira realisht ka transmetuar kaq shumë hadithe? E kanë pyet, ai ka thonë, Abu Huraira çka thot? Thot, pse ti ma shumë haditha kena në muhaxhirin këtu, kena sahabët mëdhej, në Mekës, plot, kena sahabët mëdhej të Medinës, ama ti i pari, çfarë përgjigje ka thonë, banja mend, mund si me e bajt me, mund do ta them gadar. Thot, vëllezërit e mi, muhaxhir, se dhe ki muhaxhir, ka ardhur, kanë qenë të zanë me tregti në Medinë, tregti, të punu. Edhe ansarët, këta medinelit, edhe këta ishin të zanë me pasurit e tyre. Shit blejë. Dërsa unë kam qenë njeri i varfër. Hiq për s'kam pas, kur gjanë, hiq. Zero. As tregti, as pasuri, as duqan, as me shit, as me blejë. Nëse ma ka thonë të kushtit së buk, e ka mos, s'ma ka thonë. Pa buk. Kanë flejet me zërë, që mu habit pak nga unësia. Ndërsa unë isha njëri varfër dhe nuk shkëputesha, nuk ndahesha nga Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Ndonjëherë ka ndodhur vetëm për ta mbushur barkun tim, do të thonë vetë kur ka pas nevojë me shku me hangë në ushqim. Kështu unë isha i pranishëm kur thonë të diçka Muhamedi zama ata tjerë të mungonin. Aja mi gjarë. Këto është ai dallimi. Pse Abu Huraira transmeton shumë hadith? Se në asnjë moment nuk e ka leju mi ik Muhamedi zama. Se në moment ki, ati ka qenë. Do të thonë i përkushtuar. Ai sahabët nuk thonë, edhe Abu Bekri transmeton hadithe. Mirë po ka pas momente që ka pas punë të mëdha tjera. Abu Huraira s'ka pas si punë tjetër. Natë ditë ka shku pas Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Të dashur vëllezër, pasi që vdes Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, vjen Abu Bekri halife, e pastaj Omeri, edhe këtë Abu Huraira në kanë caktuar si guvernator, si përgjegjës në shtetin e Bahreinit. Atëherë s'ka qenë shtet, ka qenë provincë, on ishull i vogël. Nga dishullën arabika, afër Katarit, afër Kuvajtit, afër Saudis, Bahrein në një shtet i vogël ka një 500.000 vetë. 500.000 dhe 1 milion me njerëzit të huj. Mirë pa Arabia Saudite ka qenë ishull dhe me thonë këtë antë me uj. A gadishullon 3 antë me uj, njërën anë e këtë lidhur me tokë, kështu gadishull. Edhe mbreti, e moj men mbreti fet, kur shkova në kohën time në Saudi, tha në ka ndërtu një urë shumë gjatë, 25 kilometre, bile më shumë 26. Prej Saudi në Bahrein, do me thonë e ura mbi deti, prej Saudi shkon në Bahrein. Për si informat. Po e të regoj që Bahreini ka qenë ishull në këtë antë, u do është me shku manije, mirë po mbreti Fehdi, ka vdek Allah më shiroft, e lidhi Saudin me urë me Bahrein. Ki Abu Huraira ka qenë në atë vend guvernator, si përgjegjës, si kryetar i atij vendit, në kohën e Omerit radiallahu anhu. Mirë po ka qenë gjykatës në Medine, në kohën e khalifës Muavija ibn Abi Sufjan. Në më thonë, historia e ti, kur ka qenë i vogël, i ri, është marrë me Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, 3 vjetë. E pastaj kur është rrit, në më thonë, e ka rrit qëllimit, djali i ditur, edhe ka marrë pjesë në vendet ku ka pas nevojë me marrë pjesë. Ka vdek në vitin 59 Hijri, ose në vitin 678, si pas kalendarit tanë që kemi diellor, në Medine, në momentin
para se me vdek ka thonë Allahumme inni uhibbu liqa'ak, o Allah, unë duhet të takohem me ti, edhe kam dëshirë që edhe ti të kesh dëshirë të takohesh me mua. Por atë shka është mirë me e bo këtë dua. O Allah, unë kam dëshirë mu taku me ti, ama inshallah dhe ti ki dëshirë mu taku me mua. Para me dhe një si njerës, që më kam për qef me pi një kafe me ti, ama ti s'ki qef me pi mu. Problem. A kur dy vetë kanë dëshirë ta atë, telefona më do takohet. Ama nëse njëri nuk do, a mund është mu taku? Jo. Para me dhe të njerësit, a dhe të ashtë lidhin, të me Zotin. Unë kam dëshirë takona me Zotin, para me dhe, mes me pas dëshirë Zotin mu taku me mu, sa keqa. Duhet me bo punën në vëzër që Allahu dhe lëshanu të ketë dëshirë që të takohet me ne. U këmë shvaros në Medine, unë du të përmendit disa hadithe që i ka transmetu Ebu Hurajra radhiyallahu anhu. Do mësën nga 5374 i kam da 566. Hadithi i parë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai muslimani i cili ja largon muslimanit një vështirësi, një breng, Allahu xhaleshani ja largon atij një vështirësi dhe një breng. Kush ja lehtëson muslimanit borxhin, ja pagon, ja ndihmon në borxh ta ktheje, Allahu xhaleshani ja jep mirat. Ai i cili ja lehtëson muslimanëve gjendjen këtë botë, Allahu xhaleshani do t'ja lehtëson muslimanëve gjendjen në botën e ardhshme. Kush i mbulon gabimet e një muslimani, Allah subhanahu wa taala do t'ja mbuloj atij gabimet edhe në këtë botë edhe në botën e ardhshme. Allahu është me në ndihmën e robit të tij, për atë sa kosa është robi në ndihmën e Allahut subhanahu wa taala. Jo nuk ka lutohet me ndihmu Allahu dhe lëshana, po me ndihmu muslimanët që janë në rrugën e Allahut subhanahu wa taala. Hadithi i ditë të dashur vëllezër, këtë hadith shpesh e përmenden për vdekje apo të pamë edhe në xhami, se e di unë se e moj me të kam përmend, po thamë, deri tash në milion, po vëk një 5.000 herë, se hadith shumë interesant. Që ka thonë, Muhammed ka thonë, i dha mate ibnu Adem, kur të vdesi biri Ademit, të gjitha punë të ndërpritën, ama 3 punë i vazhdojnë. Sadakatun gjarje, lëmoshja rjese, por atë ka kësa ma shumë lëmoshje, ibni, ose lini do një cigull në xhamia, o ilmun jun të fe u bihi, ai që ka vdek, ama diturin, edukatën, ja u kalon kulturën, civilizimin, fëmijëve vetë, familjes vetë, edhe e treta, kalon fëmijë që janë besimtarë mirë dhe bëjnë dua për babën dhe nanën. Në këtë hadith në transmeton e Ebu Hurajra. Hadithi i tretë, edhe kjo hadith shumë interesant, edhe këtë kemi spjegu, kemi sqaru, thotë se cili besimtar kur bi me fletë, shejtani e lidh me 3 nije, një te koka, një te mesi, një te kamtë. Edhe tash njeriu kur zgjohet për gjumin sabah, nëse merr abdes ose e përmend Allahun dhe lëshanu, ka flet 5-6 saat, 10 saat, edhe kur flet, kur zgjohet thot alhamdulillah, bismillah, Allahu ekber, alhamdulillah. Do më thonë se gjumi një vdekja, po. Ninja të koka i zgjidhet. Pastaj thot, merr abdes, i zgjidhet kjo ninja në mes, edhe kur e fal namazin, i zgjidhet edhe ajo ninja te kamfut. Edhe njeriu bën ti freskët, edhe shkon punë, bën muhabet. A ke pa një herë, për shembull, nëse u ndodh kjo ta dini që me nije keni problem. Hiçbe dembeli mathas në xhami nuk shkohet, as nuk punohet, as hiç. Se në levizë, o krija më dhemë, kjo jam ta di se i keti lidhër, jo 300 nije. E që ka du ishë me batër, bismillah, lufta pak me shejtani. E ki pa gjumi, se satë dash prej shtratit, u kri puna. Dë njerë, është mirë me i dhonë zërë. E thu, bismillah, njeri lufton me vetën, me epshin e vetë. Mu shejtani me mrejta, s'mundët. E në bismillah. Ama nëse do me të mrejtë, dhe kësh për shkon xhamia se ftofta në zefta, da të qumit. Kur të qohës në 12 një ndi së në livis, se sa të njët, jo 3, po alo ma shumë ti kanë shtëngu ti dhe mu. Por atë shkak të ndeshe vëzë, to hadithë është mirë ti realizëm në vepër dhe në punë. Hadithi 4,
Ka thonë pejgamberi sa hadithin transmeton Ebu Hurajra. Do të thonë për Ebu Hurajrën duke fol, thot kush beson Allahun subhanahu wa taala dhe ditën e gjykimit, le të flet fjalë mira ose le të hesht. A kupton? Po sa që është Ramazan, për shembull. Tu ka kujtuar një fjalë e mirë, e fol. Jo. Hiç. Pse më fol? Bova kisit folë që ka bon, e randon dika, a hindjuna me Zotin, a nëse e ki kujtu mirë, e ki analizu mirë, është mirë me e falë, e thu sepse ka njerëzit dobi. Hadithi 5, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë, transmeton Ebu Hurajra, inna Allah tajawaza li ummati amma hadathat. Allahu dërshanu ja ka falë ummetit tim mendimet e tjera. Përsa që ata nuk veprojnë atë që e mendojnë. Kjo feja janë është shumë e madhe. Shembull, mu ka kujtu mua me shku me vjedh. Derisa nuk vjedh, që i mendimi që e ke nuk quhet gabim. E kupteni? Për çka thot pejgamberi Allahu dhe shanë mua, si pejgamber dhe ummetit tim, ja u ka fal, ja u ka bo halal, nuk i merr në pyetje dhe dënim nga mendimet e këqija që i kanë. Njeri çka s'mendon? Sa njeri ne vrasmi natën e ditën, apo ku ti? Dhe një nervoza, apo? Unë edhe ku nervozona gjismën e dijanskës, hyç s'du ta shoh. Pse, po shembull. Po shembull këtu shte e bada, ka lutë e kanali, a deluje kanali. As njëri si kujton se duhet me thill dika, mort me ndrejt. Edhe njëri nervozohet, pa këto s'duhet me tu këtu. Fshin i ketë. E mos anë e bje pishmanit, e më njerë kër nervozohesh. Ose të shpia, me fëmijët e sena, valla, ma mirë më si shikanë, unë e kam ju bëllë. Dere se nuk e banë. Allahu dhe lishanë nuk e shkun nga për. Para qka ka feja janë, feja e mëshirës. Allahu dhe lishanë në mëshira. Hadithi i fundit, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonja këtë lutje dhe dua në mëngjes dhe mbrëmje që të mbrojë nga shejtani, nga djalli. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illa Allah, wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Të ndërshëm vëzër këta lutje, këta dua, e dini, e keni edhe në përmet telefonave, veç a kena kohë me bon dua dhe lutje, të gjitha mundësi ti kemi. Allahu ju rujt, inshallah Allah na udhëzon, e të gjithë të bashku në xhenet na çon. Selamun alejkum wa rahmatullahi wa barakatuh.